po t'ishte pjesa e dytë e mandatit, ndoshta do të kishte pas kuptim një farë zhagitje e konsolidimit institucional, për shkak se ne dim qartë asaj që Trumpi, përkundër faktit që udhëheq sot me aleancën kryesore të Kosovës, që është Shtetet Bashkuara të Amerikës, e dim që është modeli një politikani jo fort konvencional, edhe qasjen e ka tipike, transaksionale në modelet, në proceset negociuese. Edhe me një qasje të tillë normalisht e dim që nuk është lehtë edhe me marrë vendime edhe përgjegjësi për cilat më pastaj historikisht kemi u gjyku nëse je në pozitat kyçe institucionale, qoftë president, kryeministër e kështu me radhë. Edhe nëse kjo deklaratë e Trumpit është, si thua, kështu retorike tipike për diskusit e tij dramatizuese për me i dhënë vetit një protagonizëm, edhe nëse është kështu, mendoj që megjithatë duhet të merret seriozisht, pikërisht për faktin sepse është i paparashikueshëm në ndërmarrjet e tij politike. Sepse na kemi pa edhe me Kinën me tarifat saloja apo hiç no rreth shto e tjerë. Domethënë, ka fallën një paqëndrueshmërie, po sidoqë që tjetë, unë mendoj që këto vetëm shka duhet me rrit vigjilencën politike edhe të leadershipit, një që me qenë përgatitun për çfarë do rikthimi saktësisht trumpist këtu në raport me Kosovën edhe Serbinë. Tash padosh me bo avokatin kërkuj këto, po nuk mendoj që lëvizja vetëvendosje e bartë përgjegjësinë absolute për fazën e ngërçit politik edhe institucional ku jemi aktualisht sot, nga se mendoj që ajo është për brenda kufive kushtetues të manovrimit politik. Ka bërë propozimin për kryetar kuvendi dhe është topin nga ana e opozitës për me votu. Dhe në rast se po dojmë gjithsesi me lënë faj dikun atëherë në rastin më të keq të mundshëm, do duhet me u nda përgjegjësia e jo me i them se s'po e ndron ti propozim një që ta votojmë ne, sepse argumenti politik i kryeministit Kurti në detyrë, mendoj që është plotësisht i qëndrueshëm, për shkak se nuk ka kuptim që partitë opozitare me bë propozime të kandidatëve partisë fituese, fituesit relativ. Kështu që në këtë kuptim mendoj të në rastin më të keq të mundshëm, një që me tingëllu sa më objektiv përgjegjësia duhet nda, ani pse unë mendoj që një mend topi politik është në anën e opozitës për zgjidhjen e ngërçit në konstituimin e organeve të kuvendit. Sidoqë të jetë, për arsye që i përmenda, unë mendoj që kjo deklaratë e Trumpit duhet të mobilizojë një vigjilencë politike të Kosovës, për shkak se nuk jemi as në përfundim të pjesës së dytë mandatit ende tek Trumpi, dhe mendoj që është tepër herët ne me përdorur si strategji zhagitjen e konsolidimit institucional, një që me ble kohë për me status quo-s, që me shmang një president i cili me jo konvencionalitetin e tij mundet, si me thonë, me marrë vendimet të cilat historikisht mundet me na bëjë probleme, qoftë në kuptimin e funksionalitetit institucional të shtetit, qoftë në kuptimet e tjera. Dhe me shpresën që mund vjen nesër një president tjetër, e që po ashtu mendoj që ka me qenë po ashtu një llogaritje dhe shpresë jo fort realiste, për shkak se jemi duke pas që gjeneratat politike tashmë që i kanë qenë pjesë e përfshirë në proceset e pavarësimit të shtetit të Kosovës, janë ka shkojnë edhe memoria politike e perëndimit nuk është e atyre përmasave që kishte me qenë në favorin tonë për me zgjat status quo. Okej, Duk. Po, unë kom pas shpresu që na kemi mi pështu mos muhetu nga ana e administratës amerikane, sikur bybrecat ndërguri, bili edhe një 2-3 vjetë të ardhshme. Me qenë se kjo administratë është krejtësisht atipike edhe e ka ndryshu edhe komplet dinamiken e raporteve ndërkombëtare, kështu që edhe unë kom pas mendu që na mundemi që shtu, ty mos bo kur gjo, ty ndaj ndërguri, diqysh e ka përcejm. Mia ka një të mirë dukut më shefin, apo më shefin vetëm kryt. Qashtu, qështu djenë të mija bësh. Mirë po që na hetoj. Edhe kjo në vete është
për mua është qetësim. Sidomos për faktin që pa kush ato po e hetën, mirë po në fusnotën e tij për Kosovë, ai thotë që Kosova dhe Serbia ishin prag të luftës. Po unë e ndola. Pra, sa për njerin që jo presidenti i Shteteve të Bashkuara, na edhe Serbia jemi në një gjendje të pashpallur të luftës e cila pritet çdo moment me shpërthy, simas tij. Andaj, kur ai po thot marrëveshje, ai po flet për marrëveshje paqësore. Po flet për marrëveshje që e ndërprejnë luftën. Po flet për marrëveshje emergjente edhe urgjente. E natë ngratë ty mendu që bëhet fjalë për proces normalizimit dhe të njohjes reciproke. E nuk e di tash qysh jemi ty mos u marrë vesh, a jemi në gjendje lufte me Serbi që duhet një marrëveshje urgjente, paqësore, me i konfliktit e naso marrëveshje palët, sidomos palët si na, kur s'merren parasysh. Ato janë marrëveshje që bëhen për neve, e nuk bëhen prej nesh. Një marrëveshje e tillë ka qenë marrëveshja e Rambujes. Suksesi vetëm i cilës është që nuk është implementu. Se nëse ish implementu ajo marrëveshje, që ky pressing i shkru edhe në qirilicë. Pra, marrëveshjes historikisht, sidomos prej 99-s e tutje, marrëveshjet historikisht politike për cilat na krekosemi, nuk janë bo kur prej neve, janë bo për neve, prej Rambujes, e Atisarit, e marrëveshjeve të Brukselit, ato janë shkru edhe na u kanë ofru si dokumente që mundesh me i lexu edhe mandej me nxirr kimikin edhe me nënshkru. Përfshirë edhe marrëveshjen e Washingtonit. A mos kemi negociu për të? A mos e kemi nxirr kimikin, mi redaktu një 3-4 fjalë aty ose fjali me thonë, jo, jemi ullë në dhomen ovale, edhe e kemi prit me ardh letra mi nënshkru. Nëse një marrëveshje e tillë na bëhet, ajo është sikur shtrati prokrusti që kërkuj si bjen tamam. Mi thonë po, një marrëveshje paqësore, cilën një administratë, e cila nuk njihet fort as me largpamësi, as me ndonjë koncept strategjik, e cila njihet vetëm për një as mirësjellje, ajo njihet për një kulturë e cila sot është kulturë mbizotnuese e planetit, e ajo kultura e që thëjnë e gratifikimit shpejt. Në një mënyrë kulturë gati i rrjeteve sociale, ku presidenti Amerikan qarta zishijet që lullëzën. Pra, në një marrëveshje tillë, mi thonë po, letë mundesh mu shpall tralltar, se kjo që asi shoqënie, e cila të len ty mi nënshkru, ndoshta pak edhe gëzohet, po mas një 2 jave nëse janë zgjedhjet, ka me të shpall tralltar për sa të ka gjallë e jetë në këtë vend. Mi thonë jo, jetu i thonë jo aleati tënd kryesor në këtë botë, madje jo veç kryesor, po vetëm nëse hala është aleat. Kështu që pyetja që kjo e dilema që kjo e nxit ose e qet sipërfaqe është kështu. Na nuk jemi në gjendje një kuvend mi themelu, jo po të ndikojmë në aty në marrëveshje rajonale, ose në marrëveshje ndërkombëtare, ose ty bestikvar në marrëveshje të paqes. Kështu që, duke qenë që historikisht në kësi situata na kur s'kemi mujt me e imponu veten, për shkak të 1 milion arsyeve për çfarë s'kemi kohë me fol, unë shpresoj që përdorimi i Kosovës si fusnot në atë tweetin, në atë deklaratën e zotit Trump, ka qenë vetëm për çështje ilustrimi historik, e jo për çështje të ndonjë vendimi aktual, politik edhe praktik i cili duhet mu prit në ditët në vijim. Kështu që mendoj që vetëm si formë ilustrimi, spaku për momentin, mendoj që na mundemi me vazhdu me ndaj që shtu ndërguri, ty mos u shqetësu fort, mirë po gjithmonë ty e pas në fund mendjes që kjo një administratë cilës nëse nesër i teket mu marrë me ty,
mbas nesër vjen te ti. Po, unë mendoj pak ma ndryshe, se po mendoj edhe pse jemi popull i vogël, natyrisht, po du me ritheksu, nuk guxoj me mbi vlerësu vetën e fuqinë që kemi, jemi popull i vogël, jemi shtet i vogël, kemi fuqi të limitume. Po refuzoj me menu që edhe pse jemi të vegjël edhe me fuqi të limitume, shtet i ri, nuk kemi mundësi me lujt rol konstruktiv, qoftë karshi determinimit të ardhmes tonë, qoftë karshi roli që kena me lujt në rajon si faktor stabilizues. Me prish punën shumë lehtë, me ndreq është ma vështirë. Sidomos kur e keni armik të dokshëm si Serbia, që është disa fesh më i madh se te, edhe për gjeografikisht me popullate, me armate, me gjitha e ka trashëgu armatën e ushtrinë dhe pajisjet e Jugosllavisë dhe ka vazhdu më armatos tutje. Tash, prej rambujese tutje, e po du me moni shembull shumë teknik, kur e kemi bo transformimin e FSK-s në ushtri, kur e kemi bo rishikimin, ka qenë një periudhë kohore ku ke guxu as me përmend fjalën ushtri. Dhe në bashkëpunim me aleat, edhe pse na jemi ma të vogël, ma të pafuqishëm me kështu me radhë, në bashkëpunim me aleat kemi mbritë një zgjidhje e cila nuk o determinu për neve. Po e kemi kriju bashk me kusht që me shty përmes kanaleve të tyre, natyrisht se ata e kanë shty edhe lobin për neve, na kemi pas lobim me diplomaci e krejt, po fuqia jo nuk është mot natyrisht me fuqinë alatëve tonë. Dhe fal tyre, fal tyre, është diskutim një emision krejt e meriton plani A, plani B. Lidin arsye që edhe Japonia i thot FSK ushtrisë vet. FSK emrin ushtria Kosovës. Se që ashtu jemi pajtu. Qaj ka qenë kompromisi që na kemi po. Me alatët tonë. Qaj ka qenë kompromisi që na kemi po. A që shtu ke mpajtua? Nëse pas në ditë. Okej. Unë ke shohë punë Mukajeti që spjaqe si me emrin ushtria e Kosovës. Unë e tha shumë qartë. Njëna anë është mos me mbivlerësu rolin që e kemi na si shtet, edhe fuqin që e kemi si shtet. Tjetra anë është sa guxojmë na me shty, sa mujmë me shty, me fuqin që e kemi. Nuk kemi komplet pa fuqishëm. Nuk kemi komplet të pa mundshme me determinu të ardhmen tonë. Edhe në luftë kemi determinu. Na natyrisht kemi qenë shumë vegjël, sa për Serbinë, sot ishim zhduk komplet. Po jemi konë gjendje ose me vdek, ose me provu me bo diçka, e me jetu të lirë. O kriju ka qenë situata tillë, konteksti geopolitika dhe na kanë ardhur në ndihmë, sot jemi gjallë, edhe kemi një shtet tonin. Është mrekulli, na kemi ndiku me bo këto, s'na kanë bot gashme dikush më na dhon neve. Kështu që jo gjithçka na servohet. Edhe ato që bile servohen, edhe nëse janë servume, ka ki drejt me thonë po se ju. Serbia ka thonë jo në ambuji, na kemi thonë po. Kemi hezitu, po kemi thonë po. Prandaj jemi sot këto. Kështu që nuk mendoj që nuk kemi fuqi bashkë me bo kur gjë. Çka unë kam shqetësim sot është që sektori i sigurisë, edhe pse nuk është ideali edhe ai që kemi ëndru, ka pas progres gjatë viteve, edhe një moment caktuar kemi stagnu. Pse? Se shto 5 vitet e fundit të dosh më konsolidu, që aty ku e kemi lonë FSK-n, që edhe pse ka emrin FSK, misionin e ka si çdo ushtri në botë. Që aty ku e keni lonë ako mirë po mendon ti? Jo, ka qenë pjesë e procesit. Ka qenë faza 10 vjeçare, tash mos të kapemi për fjalë. Plani i tranzicionit 10 vjeçar ka fillu edhe ka stagnu. Gjatë çti mandati ka stagnu. Ka stagnu. Ka stagnu, natyrisht. Është vërtet. Garda kombëtare e Kosovës deri sot gjysmë mas pak u dosh më po ne informacione. Garda, jo, unë kam informacione. Tregom ku janë regjimentet e gardës kombëtare. 5 regjimente janë para po në vitin 2014. Ku janë sot? Nëse dikush e ka zhvillu këtë sektor, aja është që kjo qeveri nëse ka zhvillu këtë sektor. Jo, unë po foli me fakte, rruga është e gjatë e ndërtimit kësaj, po nëse dikush seriozisht është angazhu për me zhvillu këtë sektor, është që kjo qeveri, që e kaloj mandatin. Rishikimin nuk e ka bo kjo administrat, e ka bo një administrat tjetër, e ka vazhdu bandej një administrat tjetër, këta u do është vesh me vazhdu komet. Komet o konë më kriju garda, kapacitetet ajrore, as njona as tjetra që 5 vjetë si më kriju. Po foli për 2 komponenta ndoja, mos flasim për sigurinë kibernetike, digitalizimin në sektorit sigurisë, integrimin, emergjencat civile, pajisjet teknike, domethënë ka shumë punë. Që tu jemi sot me sigurinë. Sanksionet të BE-s, edhe investimet që jenë para po për marrëveshjes Washingtonit. Qeveria jonë me një qasje jo të duhur karshi alatëve, nuk kam rrimi evitu domët që ju kanë shkaktu vendet, është i raport që kemi sankcione. Ndërkohë, kompani shumë mëdha, si kur Oracle, kanë investu në midis Serbisë, jo në Kosovë. Mandej, po flisni për opozitën, a ka fajnë, kush e ka fajnë, qëre.
ideja është me gjithë zgjidhje, mirë po nëse bohemi real, zgjedhjet i pari që i ka fitu, që ka ma shumë t'i vota, natyrisht s'ka fitu ma shumë se 50%, se si kishim që problem, është vetëvendosja. Në qatë moment që insiston 31 herë kandidatin e njëjtë edhe nuk pranon me shfrytzu procesin demokratik me ortin e solucion i pranueshëm për të tjerë, ai nuk e kupton demokracinë. Ajo apo kushdo që është aty. Edhe me thonë që hajde të votojmë komisionin për votim të fshet, përderisa son rregullore hiç, edhe ajo nuk është e duhur, sepse askush në opozitë s'po PDK-ja nuk ka me hyj me marr pjesë në votim për diçka që është komplet kundër rregullores. Ndërsa qëndrimin që e po parë videon e kryeministrit, kundër përgjigjja atij ka shi tweetit të presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Është momentum për me shfrytzu, po aty ku është problemi. Qasja kryeministrit është del në televizion edhe paraqet kushte për presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ato diskutime duhet bëhen sy me sy, duhet bëhen përmes qarqeve që nuk i ka në dispozicion, sepse i ka neglizhuar për gjatë viteve dhe nuk e ka qasjen që Kosova ka pasur shtëpi të bardhë, ku gati çdo vit kemi vizitu, e tash që 5 vite, s'ka rëndësi kush në qeveri, ka mujtë me qenë dhe një parti tjetër. Fakti që Kosova nuk e ka prezencën në Washington që e ka pas, është në dëm të shtetit tonë. Ndërsa, edhe pikën e fundit ku du me bo, lobimi nuk bohet kur të ngritet çështja, kur të vendos Amerika Defense Posture, qëndrimin për siguri kombëtare të Amerikës dhe politikën e jashtme, ti më shkuq atëherë me provu me ndryshu, se ti je një aktor shumë i vogël. Ama lobimi bohet në prapasken, halo para se me ndryshu administrata që me arrit një alon shej pak për interesat tua. E jo tash. Kështu që, po thëmë, këto janë probleme shumë të rënda edhe mendoj që Kosova nuk e ka momentumin në fakt që tash mu pasivizu, e ka momentumin mi thirë mendjes edhe me kuptu që është një moment i humbur nëse nuk arrin mu pozicionu strategjikisht ashtu që duhet. Sepse ose kemi me provu na me ndiku për veten, ose ka me vendos për neve. Që kjo me thirë mendjes. Me votu. Okej. Kemi kalu kohën, po... Popojve të vegjël kalën në përdyrët e tragedive të mëdha. A Ismail Qemali më doke dhe Po, me që ta të duk... Në film e ka thonë. Në film? Po, nesë, ama i atribuohet. Asë është ajo dokumentara? I atribuohet, edhe për më ne paka shumë është në analogi me reflektimet filozofike të Wallersteinit për qendrat e pushtetit edhe periferit, qysh periferit gjithmonë dominohen nga trazimet strukturore të geopolitikës. Po, kam përshtyme ka njerë duke më frikson me qëtë fatalizmin tonë. Një ma kom që pak me dhonë vetët një hapësirë të manëvrimit. Ja, më rëmburi malë jeti stutesh. Stutesh ti. Jo, për në ko punë tute, jo. Për më ne unë këto kom atë si me thonë shtë një fatë dileme, shpëmën sociologike, është taj problemi i dikotomisë veprimit, vullnetit dhe strukturës. Unë gjithësësi mendoj që ekziston një farë hapësire e manëvrimit politik. Unë nuk po thomë që mund të determinojmë. Kur e kem përdor Ardian? Po që me bo me analizu, si me thonë me qatë farë formë mikroskopike kështu, unë e shoh që kena arrit me i rishkru ose me i riformulu disa pej klauzolave të së në marrëveshjeve që i kemi pas. Në ramboj jo, po në mendoj që marrëveshjet dhe Brukselit e tutje, mendoj që me gjithë atë ka pas sa, aja për një men betet çështje për me u diskutu dhe me u analizu akademikisht. Të ka autor dhe studius që po merren me atë punë. Ajo në t'ju ma. Unë po besoj... Që kjo në rëndësi, që dikush o t'ju ma. Po, është qështje për studim bërë. Na jemi qështje për studim. Dinamikën e një që në vjetë, na vynë me nërshua të marrëveshje. Po, çdo kush është parem për studimi. Asa me ndryshu. Po, unë disi ndihem shumë në siklet. A më kësha pasif që to një me bune i natë tjetër që debat. Edhe mos nga refuzo këtë thirim Ardian. Jo, mos po refuzoj po. Edhe me dukin se janë nisë të fund mundëzej. Dhe me dhe në fund me bo nejnë matë mirë. Falendrej shumë që keni qenë sondën presing që ku zërum në bashkë tjerë në së mëra. Mirë pafshëm.